Përshëndetje dhe mirë se erdhet në episodin 17 të podcastit Tje Thesar. Para disa javësh, unë festova një vjetor në podcastit Tje Thesar. Ky podcast filloi me besim dhe me shpresë që shumë zemra do të preken. Nëse e njeh Jezusin, jam shumë e lumtur për ty. Por nëse ti nuk e njeh akoma atë, të lutem më lejo të prezantoj ty me krijuesin tënd, që të ka dashur para se bota të krijojë dhe vazhdon të dojë pa kushte dhe me një dashuri të pakrahasueshme. Jezusi është biri i Perëndis që u kryqëzua, vdiq dhe u ringjall nga vdekja për shpëtimin e të gjithë atyre që besojnë në të. Ai është shpëtimtari i botës dhe i vetmi që ofron një udhë për tek jeta e përjetshme. Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati, veçse nëpërmjet meje. Varri është bosh. Jezusi është i gjallë. Haleluja." Në fjalën e Zotit, ne gjejmë shumë vargje jetë ndryshuese dhe në këto momente po më vjen në mendje një varg shumë i fuqishëm që shpjegon qartë dashurinë e Zotit dhe arsyeën pse Jezusi erdhi nga qielli në tokë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 16 ne lexojmë: "Sepse Perëndia ka që deshi botën sa që dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, për të ketë jetën e përjetshme." Fjala e Zotit ton është jetë dhe jep jetë. Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm për t'u sakrifikuar për mëkatet tona në mënyrë që ne të jetojmë. Çfarë dashurie! Dashuria e Zotit për ne është përtej imagjinatës son. Miq të podcastit Tje Thesar. Është shumë e dukshme që ky podcast është në natyrën e besimit, sepse besimi im në Jezusin është gjëja më e shtrenjtë që kam. Gjatë viteve, kam pasur privilegjin e të qenurit zë për mbretërinë e tij. Çfarë kuptimi ka kjo që po them? Kur Jezusi më gjeti mua, unë fillova të kem një pasion dhe një dëshirë të madhe të nderoj Zotin, lavdëroj atë dhe ta bëj atë të njohur, jo vetëm për njerëzit rreth e rrotull meje, por për kombet gjithashtu. Dua ta theksoj përsëri, dua të bëj të lartin të njohur, jo talentin tim, por atë, Jezusin, Zotin tim që më shpëtoi me hirin dhe mëshirën e tij. Dëgjues të çmuar, do doja të ndaja me ju një pjesë të vizionit tim për muajt që vijnë. Ne të gjithë kemi përjarje të ndryshme, por e vërteta është se jeta nuk është e lehtë. Përkundrazi, edhe kur fillon të ecësh me Zotin, vështirësitë vijnë, por kur ne lejojmë Zotin të ecë bashkë me ne, barra është më e lehtë dhe jeta ka kuptim të vërtetë. Vizioni im për muajt që vijnë për këtë podcast është që shumë zemra do të preken dhe do të transformohen nga dashuria e tonë të dritave. Gjithashtu lutem në mënyrë të vazhdueshme që çdo person që dëgjon këtë podcast të gjejë qëllim në Jezusin. Zemra ime është që ky podcast të lavdëroj dhe latësoj Atin ton të mrekullueshëm. Amen. Njerëz të çmuar, e vlerësoj që keni zgjedhur të dëgjoni podcastin Tje Thesar. Të lutem ndjehu i lirë që të dëgjosh episodet e kaluara dhe t'i ndash me miqtë të afërmit të tu. Të gjitha episodet vazhdojnë të jenë të pranishëm në Spotify, Applecast, Simplecast dhe YouTube. Miq të shtrenjtë të podcastit Tje Thesar.
Unë nuk e dëgjoj të gjithë influencën që ky podcast ka në zemrën tënde, por lutem vazhdimisht që zemra jote të jetë mbushur me shpresë çdo ditë dhe në çdo moment. Ti je çmuar është një frazë që është përmendur shpesh në çdo episod. Bibla flet qartë në lidhje me rëndësinë që çdo qenie njerëzore ka dhe vlerat e mëdha që janë në jetën e çdo personi. Jezusi vdiq dhe u ringjall për ty në mënyrë që ti të mos vdesësh. Bibla shpjegon qartë në lidhje me sakrificën e Jezusit nga dashuria për mua, për ty dhe për të gjithë njerëzimin. Fjala e Zotit është e thjeshtë, Ungjilli është i thjeshtë, lajmi i mirë është i thjeshtë, por në të njëjtën kohë i fuqishëm. Jezusi dëshiron që të flas me ty. E sotmja është këtu, por e nesërmja nuk është premtuar. Në këto momente, të ftoj ty që të thërrasësh emrin e tij të shenjtë. Afrohu pranë tij dhe ftoje atë që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari yt. Nëse ke dëshirë të lejosh Jezusin të marrë kontroll në jetën tënde, të lutem përsëriti këtë lutje pas meje. Zoti Jezus, unë vi tek ti kështu siç jam dhe të ftoj ty të vish në jetën time. Fali o Zot të gjitha mëkatet e mia dhe më pastro nga çdo pallësi. Jezus, unë besoj që ti je biri i Perëndis dhe i vetmi shpëtimtar që erdhi nga qielli në tokë për të më shpëtuar mua dhe për të më dhënë një jetë të re. Jezus, në këto momente, unë të ftoj ty që të bëhesh shpëtimtari i jetës sime. Në emrin tënd madhështor unë lutem. Amen. Në këto momente, do doja të falenderoj Zotin për Charlie Kirk, që foli të vërtetën pa frikë deri në frymën e tij të fundit. Si shenjë nderimi për punën e mrekullueshme që ai ka bërë për mbretërinë e Perëndis, do doja që të citoja diçka që ai ka thënë gjatë një interviste. Kur e pyeten se si do doje që të kujtoheshe nëse do vdisje, ai është përgjigjur: Dua që të kujtohem për kurajën, për besimin tim. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme në jetën time është besimi që kam në jetën time. Miq të dashur, episodi 17 po i vjen fundi. Dua ta mbyll këtë episod me një inkurajim që shpresoj të ndezin në ty një dëshirë të re për ta ndjekur Zotin dhe rrugët e tij. Ki besim, ki kurajo, dhe nëse e lën çdo gjë në dorën e Zotit, ti do e shohësh dorën e Zotit në çdo gjë. Amen. Iliriana.